Jemi në një moment të rëndësishëm, kemi përpara një sezon turistik ndaj të cilit të dhënat paraprake flasin për një rritje të numrit të prenotimeve. Bëhet fjalë për dhoma me garanci të parapaguara nga tur operatorët të cilët i kanë blerë operatorë të mëdhenj, janë të rezervuara sot që flasin në masën mbi 60%. Sezoni 2026 duket se do të ketë një rritje shumë të mirë. Ajo që konstatoj dhe më vjen keq, por që dua që ta adresojmë gjithë bashku, do doja shumë edhe me Bashkinë e Kavajës, nëse ata do jenë të gatshëm të bashkëpunojnë, nëse jo, është punë e tyre. Ka një gjendje kaotike në Golem, kryesisht me mure të papërfunduara, me ferra dhe me gardhe cep në cep. Këtë 2 javëshin që në kanë ngelur deri në 1 maj, ta përdorim për një pastrim radikal të Golemit. Të bëjmë diçka që nuk është bërë kurrë ndonjëherë më parë, por është një punë që mund bëhet dhe bëhet me cilësi. Pastaj, nëse bashkia do të na ndjeki me vizim rrugësh, me përkujdesje për lulishte, e gjë tjetër, këtë nuk e di, po edhe nëse nuk do ta bëj bashkia, ne do ta bëjmë me të gjitha mundësitë. Për të ilustruar atë që Taulandi nisi dhe që ndoshta nuk ka qenë mua ta ilustroj dhe për ju, keni një rritje për 15% të vizitorëve në muajt e parë, pra janar 2026 deri tani, dhe një 9% më shumë të net qëndrimeve krahasuar me 2025. Pra, është një dhënë shumë premtuese që na pozicionon gjithmonë më shumë si një destinacion gjithjetore, se kur flasim për janarin me këtë rritje, në atë situatë klimatike që patëm, është shumë shpenzënëse. Kemi në fakt 5.7 miliardë euro në vitin 2025 si të ardhurën nga turizmi, nga matjet dhe nga ato llogaritë ditëve deri të fundit, sepse shifra që u thamë parë ishte pak projekcion dhe jo shifra përfundimtare, ose në një rritje për 14.5% më shumë në të ardhurën nga turizmi në vitin 2025. Mendoni dhe folë për shifra shumë të rëndësishme. Dhe kemi vetëm për vizitorët e huaj në mars të 2026, 11% më shumë krahasuar me vitin 2025, pra shifrat vijojnë na konfirmojnë rritjen. Të gjitha, përveçse gotë e zonës bashkëpunëtore me shumicën për ju këtu, kam edhe përgjegjësinë që t'ju përfaqësojnë Kuvendin e Shqipërisë, kështu që kjo është nderma, po është edhe përgjegjësi shumë e madhe. Ata që njohin mua personalisht e dinë shumë mirë se sa seriozisht e marrëm këtë gjë, për mua shumë e rëndësishme që të gjithë ju që jeni këtu keni mbështetje maksimale.